Pas 2 ditësh heshtjen në rrjetet sociale dhe shumë zhurmë nga publiku, Egli ka thyer më në fund heshtjen, duke reaguar për herë të parë pas veprimit të Fifit që hoqi nga YouTube 2 këngët e tyre të përbashkëta, Shuj Shuj dhe Ku je nis. Në një status të gjatë dhe të matur, Egli sqaron se nuk ka asnjë përgjegjësi mbi këto projekte, pasi siç thot vetë ka qenë thjesht e ftuar në këngë, ashtu si DJ Gimi dhe nuk është autore apo poseduese ligjore e tyre. Kënga është hequr për 2 ditë nga platforma YouTube në vendim të autores për shkaqe të sajat, ndaj dhe unë nuk kam bërë asnjë ndërhyrje apo reagim, pasi nuk janë materiale të mia, theksoi Egli. Me shumë kujdes dhe elegancë, këngëtarja i lë topin te Fifi, duke treguar se nuk ka qenë në dorën e saj as vendimi për fshirjen e as tregthimi i tyre. Por ajo gjithashtu shpreh vlerësim për publikun që e ka përkrahur dhe shton se për hir të dashurisë së fansave të saj, ajo është dakord që këngët të rikthehen në aq vendim sa i takon. Por pjesa më interesante mbetet fundi i reagimit të saj, ku ajo konfirmon një shkëputje të qartë dhe të qëllimshme nga Fifi në aspektin profesional. Kam vendosur me shumë respekt reciprok me Fifin, të shohim në një spektër më të gjerë, në mënyrë që asnjëra palë të mos ndikojë tek tjetra, për sa kohë të dyja i përkasin të njëjtës fushë, këndimit. Në përfundim, Egli premton rikthime projekte të reja muzikore dhe shumë surpriza gjatë këtij muaji, duke i falendëruar fansat për dashurinë e pandalshme. Drama vazhdon, por Egli, të paktën për momentin, e mban tonin të qetë dhe diplomatik. Tani topi është tërësisht në fushën e Fifit.